Blero baba për herë të dytë, flitet edhe për gjinin e bebit? E vërtet, thashë themet nuk pas kanë qenë thjesht fjalë boshe këtë herë dhe lajmi i gëzuar, më në fund duket se po gjen rrugën drejt konfirmimit. Që nga dasma e tyre shumë përfolur në muajin janar, zërat kishin filluar të qarkullonin me shpejtësi nëpër portale dhe kudo në rrjetet sociale se çifti mund të ishte në rrugë për t'u bërë prindër. Ndërkohë që Blero dhe partnerja e tij Ronita janë treguar jashtëzakonisht hermetik dhe kanë zgjedhur ta mbajnë këtë pjesë kaq intime larg syrit dhe komenteve të publikut, shtatzania duket se është një fakt i pamohueshëm. Këngëtari i njohur pas shumë vitesh po bëhet gati të ndërrojë sërish Pelena dhe të përjetojë të njëjtat emocione. Burime të pakonfirmuara ende zyrtarisht kanë bërë të ditur për redaksin tonë se çifti simpatik janë në pritje të një djali. Duket se ky vit ka nisur në mënyrën më të bukur të mundshme për dyshën, duke kurorzuar dashurinë e tyre me martesë e tani me një trashëgimtar që do t'i shtohet familjes së shpejti. Jemi sy e vesh për të parë nëse dyshja do të vendosë të ndajë ndonjë foto me barkun në rrumbullakosur në ditët në vijim. Fjolla Marina ndahet pas bigut? E vërtet. Po e shohim në top form të kuruar deri në detaje dhe më rrezatuese se kurrë në setet e fundit fotografike për fushatat e biznesit të saj, Fjolla Marina Store. Por, le të jemi të sinqertë, duket se ky shkëlqim nuk vjen vetëm nga sukseset në sipërmarrje, por edhe nga mbylljet disa kapiteve të rëndësishëm në jetën private. Ndonjëherë fundi një lidhje është fillimi i një epoke të re të artë dhe kështu duket jetë rasti për këngëtaren e njohur. Pas përfundimit të rrugtimit të saj në Big Brother VIP, dinamikat kanë ndryshuar ndjeshëm dhe prioritetet janë riorganizuar totalisht. Pas një periudhe lidhje rreth 3 vjeçare, Fjolla mësohet, siç thon burimet sigurta të Priveva Liberta Spahiu, se i ka dhënë fund romancës së saj të dashurisë, një marrëdhënie që ajo her pas here kishte zgjedhur ta ndante me ndjekësit nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale. Ndarjet nuk janë asnjëherë të lehta për askënd, por Fjolla po tregon se ditë të ringrihet dhe të fokusohet maksimalisht tek vetja dhe pavarësia e saj. Tani për tani, dashuria më e madhe pas familjes mbetet biznesi, duke lënë pas të kaluarën për të ecur me hapa të sigurt përpara, duke shijuar lirinë pas një rrugtimi intensiv televiziv dhe personal. Adrian Gaxha martohet në fshehtësi, edhe ky lajm i vërtet. Kur vjen puna tek ekskluzivitetet shqiptare, ne jemi gjithmonë aty ku ndodh ngjarja. Këngëtari i dashur për publikun Adrian Gaxha, i cili është zhdukur prej një kohe të gjatë nga jeta publike, skena muzikore dhe intervistat, ka kurorzuar dashurinë e tij me martesë larg zhurmës mediatike. Se lidhja e tij me bukuroshën si Dorela Dauti po shkonte drejt një hapi kaq serioz, u kuptua qartë nga vera kaluar. Ishte pikërisht Priveva Liberta Spahiu që solli pamje ekskluzive paparazzi të pushimeve të tyre romantike në jug të Shqipërisë, duke konfirmuar rikthimin e tyre dhe faktin se kjo histori dashurie po bëj më fort se kurrë. Por surprizat dhe lajmet e mira nuk mbarojnë me kaq, pasi burimet tona tregojnë se gëzimi në familjen Gaxha është i dyfisht. Partnerja e tij mësohet se është në pritje të ëmbël, duke bërë këtë moment të jetës së tyre dhe më të magjishëm. Pas gjithë atyre viteve në qendër të vëmendjes dhe hiteve të panumërta, Adriani duket se ka gjetur qetësinë dhe lumturinë e vërtet familjare, duke i mbajtur momentet më të shtrenjta për veten dhe rrethin e tij të ngushtë. Zbulohet e dashura e Gëtinjës? E vërtet. Reperi i njohur mendoi se mund na lënte në suspans kur vendosi të ndante një detaj mjaft interesant. Gëtinjo la të nënkuptohet qartë se ka gjetur dashurinë duke publikuar një foto romantike krah partneres së tij, por duke kujdesur maksimalisht që të mos ia zbulonte fytyrën. Po çfarë kuptimi do kishte showbizi nëse nuk do ndërhynin për të bashkuar pikat? Nuk do të ishte as pak një problem i vërtet, sepse detektivët tonë nuk flen kurrë kur është puna për të zbuluar identitete. Burimet të sigurta pranë redaksisë së Priveva Liberta Spahiu bëjnë të ditur se vajza misterioze që i ka vjetur zemrën e reperit është Era Berisha. Ajo është një personazh i njohur dhe aktiv në rrjetet sociale, veçanërisht në platformën TikTok, ku numëron një numër të madh ndjekësish dhe pëlqimesh.
Lidhja e tyre më thuhet se ka nisur prej disa muajsh dhe gjërat po ecin aq mirë, aq natyrshëm sa Coutinho nuk i rezistoi dot tundimit për të ndarë pak nga kjo lumturi me publikun. Ky është një veprim që ai e bën vërtet rrallëherë, pasi njihet si personazh që jetën private e ruan me fanatizëm. Duket se era ka arritur të thyej akullin përfundimisht dhe ne urojmë çiftit të ri më të mirat.